Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin tonë Rrëfime Jete, për të ndarë këtë herë rrëfimin e radhës. Letra që do të lexoj tani është një letër që do t'ju përlot të gjithëve. Këtë letër ma ka shkruar një nuse, e cila që në ditën e parë të martesës ka përjetuar krizë, por një krizë të thelluar në familjen e bashkëshortit të saj, në familjen e burrit. Më thënë ka përjetuar të mere të mëdha. Drama ka nisur që në momentin kur kjo nuse ka shkelur në atë derë. Ajo ka patur dhe ka aktualisht 6 kunata, por ka diçka që nuk shonë, me thënë burri i saj ka 6 motra. Përshëndetje Tiranë. Unë që po e shkruaj këtë letër, jam një nuse. Sot jam 39 vjeçe. Jam martuar 25 vjeçe. Me patjetër që jam martuar me dashuri, sepse unë i besova partnerit që kisha në krah. I besova fjalës së tij. I besova dashurisë të tij. I besova dëshirës të tij të madhe për të më parë mua të lumtur dhe të gëzuar. Unë i besova gjithçkaje, por fatkeqësisht pasi u martova, kjo gjithçkaja doli krejtësisht ndryshe. Kjo gjithçkaja doli një gënjeshtër e madhe. E mbaj mend veten nuse. Fustani i bardhë ka qenë fustan me kosh, i gjerë, fustan princeshash, sepse ashtu gjithmonë e kam ndëruar fustanin tim të bardhë, dhe velloja ka qenë e gjatë. Me shumë emocion kam dalë nga shtëpia e babait, me lotë që më rrithnin, por brenda në shpirtin tim më krijua si një lloj guri, por thoja që janë emocionet e vajzave kur dalin nga shtëpia e baballarëve. Dhe mundohesha që ta tejkaloj si gjë. Arrita tek shtëpia e burrit, dëgjoja tupanat, gra që më këndonin me defa. Gëzim i madh, në shtëpi po vinte një nuse. Por nuk e dija që ai gëzimi do të zgjaste vetëm shumë pak sekonda, dhe pikërisht në atë ditë do të ndodhte gjë më e madhe. Në atë ditë familja ime do të shkatërrohej një herë e përgjithmonë. Kur hyra lart në dhomën time të gjumit, 6 fustane të mia që i kisha në kosharen të rregulluar të fustaneve ishin të lidhura top. U shqetësova pak, por pyeta kunatat e mia, tha: "Varja, mos u merr, ndoshta ti ka bërë ndonjë fëmijë." Dhe kunatat nisën që të mi shkatronin. Unë me burrin tim kam patur një marrëdhënie shumë të bukur. Ai më ka dashur jashtëzakonisht shumë. Ka bërë tepër për mua, ka qenë mbështetja ime më e madhe, një mbështetje që nuk e imagjinoja dot se do ta kisha. Nëse më pyeta, ju kishin zili? Patjetër që po, na kishin zili. Të gjithë na thonin, "Man, sa duani ju." Por nuk e mendoja që ma thonë me zili këtë gjë. Mbaroi dasma, ditët vazhduan. Në shtëpinë tonë nuk kishte qetësi, lumturie, nuk kishte gëzim, dasme. Kishte debate, kishte zënka dhe kishte një burr që
vinte në orë të vona, nuk i përkushtoheshte fare familjes dhe mundoheshte që vetëm e vetëm të më shkatërroj zemrën edhe shpirtin. Pas 6 muajsh këtë gjëja tregova mamit, sepse buri im filloi që të më godet, buri im filloi që të më re, buri im filloi që të më shkatëron. Kemi shkuar vend në vend, s'kemi lënë vend pa shkuar. Kemi shkuar hoxhë në hoxhë. Por një prej hoxhave më ka thënë që këtë magji, këtë sehir, sido që t'i thonë, e ke të bërë nga njëra prej kunatave të tua. Fëmijë s'kemi akoma, por kam ardhur në ditën që unë të ulem edhe t'ju a them kunatave këtë gjë. Edhe pse me kunatat kam patur një marrëdhënie të jashtëzakonshme, me vjerën kam patur marrëdhënie të bukur, i kam respektuar, më kanë respektuar. Por të gjithë problemin në këtë mes e kam patur me burin. Por gjithsesi, para se unë të marr hapin e madh, edhe të ulem të flas me kunatat e mia, për këtë gjë që mu po shkatrohem çdo ditë, ato e kanë parë. Problemin tim nuk është që nuk e kanë parë. Dua një herë të marr mendimin tuaj. Ndoshta edhe në një koment të më tregoni apo të më shkruani se si unë t'ju drejtohem atyre. Çfarë unë t'ju them atyre? Se si unë të komunikoj me ato? Çfarë fjalësh do të bëj? Andaj ndoshta për dikë do të duket vendimi i shpejtuar, se do të më quajnë që ti po ja akuzon. Por me patjetër që një hoxh nuk ta thot kot. Ai ka parë diçka. Ai di diçka, sepse pikërisht ishin ato të cilat i zgjidhen fustanet e mia. Nuk hyri dikush tjetër aty. Edhe nëse ishte ashtu, atëherë pse ato duheshte të preknin fustanet e mia? Prandaj dua të marr mendimin tuaj para se unë të marr vendimin e madh se çfarë të bëj, si të sillem dhe çfarë unë të vendos. A të vendos të merrem me kunatat edhe të flas me to për t'ju a thënë të vërtetën, apo ta mbyll këtë si çështje edhe mos i them gjë njeriut. Në fakt zonja në fjalë ka nevojë për të gjithë ju. Ajo dëshiron që të merr mendimin tuaj në këtë rast, do të thënë një rast që realisht atë e ka shkatëruar psikologjikisht, emocionalisht, duke ndikuar në jetën e saj. Jepni mendimin tuaj në komente. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Jam këtu pranë jush për të ndarë letrën edhe rrëfimin e radhës. Ky rrëfim që do të sjell tek ju, më besoni që është një rrëfim jashtëzakonisht i ndjerë. Një letër shumë emocionale e shkruar nga një nën për djalin e saj. Djalin të cilin e rriti me shumë mundim, për djalin të cilin pothuajse sakrifikoi një jetë, djalit siç duket po ja kthen shpinën dhe nuk po e respekton nënën e tij. Përshëndetje Tiranë. Unë që po ta shkruaj këtë letër, jam një nën pensionere nga Tirana dhe dua që të ndaj me ty fjalë të shpirtit që nuk i kam ndarë asnjëherë. Në jetë kam preferuar që të mos të flas shumë, të jem e mirë kuptuar, të heshtë, të mos të flas shumë për të kaluarën time, të mos të flas shumë për jetën time. Por siç duket njerëzit të cilët janë të qetë, janë të heshtur, janë të mbyllur në vete, janë njerëzit të cilët më së shumti luftojnë për të arritur të marrin lumturinë. Dikush nga kjo botë kërkon para, dikush kërkon lukse, dikush kërkon të pabomet, unë s'kërkoj asnjë gjë, kërkoj lumturi.
E rita djalin me sakrifica. Buri më ndroi jetë kur unë isha 51 vjeç. Djali ishte i rritur, por ishte akoma në ato rrugët që nuk dinte se çfarë të bën, si të vendosën për të ardhmen dhe si të kujdeset për veten e tij. Sakrifikova si çdo nën që sakrifikon. Shkatërova të gjithë florinët e mi, vetëm e vetëm që djalit t'i jap lumturi. Djalit t'i jap pozitivitet, djalit t'i jap energji të mirë, por fatkeqësisht kjo gjë nuk ndodhi. Djali mu kthye me të kundërt dhe nuk mu kthye me buzëqeshje. Kur djali gjeti nusen, isha nëna më e lumtur në dynja. Thash, tani familja ime u rumbullaksua. Biri im ma mbushën shtëpinë. Gjeti nusen. Do të gëzojmë, do të festojmë, do të kremtojmë. Por fatkeqësisht nuk ishte ashtu. Nusja me thënë të drejtën nuk më doli e mirë. Por shpresat e mi ishin shumë të mëdha, që nusja do të ndryshonte. Dhe për hatër të dashurisë, për hatër të djalit, do ta kuptonte që djali s'kishte njeri tjetër në botë përveç meje. Dhe dikush do të duheshte të kujdeset për mua. Por gjërat në familjen tonë ndryshuan. Nusja kishte një ndikim të jashtëzakonshëm nga nëna e saj. Ndikoheshte shumë. Nëna ishte ajo që në fakt përziheshte në familjen tonë. I tregonte se si të kujdeset për veten, i tregonte se çfarë të bën me burrin. Gjithmonë kur dilnin dikund, kur shkonin dikund, ajo nën kërkonte të merrte informacion. Ku ishit, me kë ishit, me kë jeni, pse keni shkuar, çfarë keni bërë. Dëshironte të di çdo gjë. Dhe mua kjo gjëja më dhimbte. Dhe me thënë drejtën më dhimbte shumë. I thoja djalit, jo se e kam inat krushkën, por mos e lejo krushkën të përzihet në shtëpi, se në momentin që krushka të përzihet, jeta jote, martesa jote ka marrë fund. Por djali im nuk më dëgjoi. Djali im filloi të flet krejt ndryshe. Djali im filloi të sillet krejt ndryshe. Thën shkurt u bë krejt tjetër njeri. Nuk ja ndjente më për nënën e vet. Nuk ja ndjente më për familjen, edhe pse s'kishte shumë familje. Filloi të ndryshon me xhaxhallarët e vet, të cilët u kujdesen dhe e ritën. Filloi të ndryshon me tezet, me hallat. S'kishte më interes në familje, pothuajse hiç. Dhe kjo gjëja mua më diqte shpirtin dhe më besoni më përvolonte në zemër. Thoja, hajtë se Zoti është i madh dhe do ta ndryshon, po nuk ndodhi ashtu. Nusja ime sot e kësaj dite grindet me mua pa arsye. Lëre që nuk më do fare, por as nuk më respekton, as nuk më nderon. Sillet sikur unë të jem një super e huaj për të, dhe sikur unë të mos e dua hiç, të mos e respektoj hiç, a unë e dua shumë. E kam pjesë të shpirtit tim, e kam dashuri, e kam jetë. Po kujt t'ja thuash? Më shikon me urrejtje, më shikon me mallkim. Më shikon sikur unë dua që t'ja shkatërroj krejt familjen dhe t'ja shkatërroj të ardhmen. Sot dua t'i them nuses dy fjalë. Nusen ma quajnë Elma. Elma, uroj me mamin që të vetëdijsohesh. Ta kuptosh që mami të do shumë. Mami të ka jetë. Mami asnjëherë nuk të ka parë me sy të keq. Mami asnjëherë nuk të ka parë me mbledh dhe me inat. Ti bi më ke gjën më të çmuar në botë. Dhe po ta dish se sa të dua unë, asnjëherë në jetën tënde nuk mërzitesh me mua. Por unë uroj që avash
Zoti të ta bën që ti ta kuptosh të vërtetën, që unë si nën të dua shumë. Dhe unë jam ajo nëna që dua të të shoh ty vetëm të lumtur me Timbirin. Mos e shkatëro familjen nga fjalët e nënës tënde. Nëna jote akoma nuk ka arritur ta kupton se çfarë vlerë ka familja. Dhe për këtë më dhimbset shumë. Ajo po të jetë nënë e mençur, nuk ta shkatron ty rehatin me mua. Andaj mos e prish rehat llëkun të shtëpisë tënde për nënën tënde bi. Sepse unë të dua shumë. Dhe je gjëja më e çmuar që Zoti ma ka dhënë. Uroj me zemër që gjithmonë të jetë më e mira për ju. Dhe ju të gëzoni dhe të lumturoni së bashku. Në fakt është kjo letër e kësaj nëne që ka shkruar, kjo nënë e cila me emocionin më të madh ndan këto fjalë për nusen edhe për djalin e saj, por ajo dëshiron që respektin edhe dashurin ta merr edhe ajo në familjen e vet dhe të gëzon lumturi, sepse të dashurosh nuk ka gjë më të bukur. Unë uroj me zemër që nusja Elma të bindet që ka bërë gabimin dhe të jetë pranë vjerës së saj.